Të lutem regjia, janë të gjithë kryetarët e kuvendit nga viti 1991 deri më sot. Një përcaktim t'i kalojmë shpejt e shpejt. Kasioti Islami, që mua më gjante më i madh atëre se sa tani. Por në fakt është 39 vjeç. Një përcaktim. Si e vlerësoni? Po, ka hyrë në histori. Kaq. Iku nga socialistë, prandaj. Po, iku nga socialistë. Po jo, po shumë se kaq. Foto tjetër. Pjetra Abnori. Një kryetar kuvendi që nuk e la asnjëherë dhimbjen, traumën e jetës tij dhe urrëtitjen jo se jo të dominonte mbi maturinë dhe mbi ekuilibrin e tij, një figurë shumë e respektuar që i ka bërë nder kuvendit Shqipërisë. Më vjen mirë zonjë që bët këtë përkufizim për të ndjerin Pjetra Abnori, sepse është një figurë që edhe pse ishte i Partisë Demokratike pra i djathtë edhe për gjithë ato që vojti, nuk u përkiste vetëm atyre. Absolutisht jo. Ishte kryetar kuvendit gjithë. Kuvendi real, po. Skënderi Gjinushi? Një kryetar kuvendi i cili pavarësisht konfliktualitetit shumë të lartë politik pas 1997-s, drejtoi me shumë racionalitet kuvendin. Edhe kjo është shumë e saktë. Do shta kryetari me IQ më të lartë që ka pasur Parlamenti Shqiptar. Foto tjetër? Namik Dokle? Një figurë shumë e respektuar dhe i tillë që dha dorëheqjen nga kryetari kuvendi për mos shkaktuar krizë institucionale me institucionet e tjera, kushtetuese dhe të tjera, pra meriton respektin maksimal. Foto tjetër? Servet Plumbi? Një njeri, një kryetar kuvendi i cili ndërthuri dijet e tij, jo të paktat thella politike dhe shoqërore për t'i shërbyer atij pozicioni. Pra, një ngritje niveli si nga pikpamja teorike ashtu edhe ndërveprimit me deputetët. Josefina Topalli? Kryetarja e parë grua e kuvendit Shqipërisë, pra jo... Mati kështë edhe një foto me zonjën Topalli. Jo për të në vlerësuar, kryetarja e parë dhe kryetarja më e gjatë. 8 vjet. Kryetarja më e gjatë, 8 vjet, po. Ka drejtuar kuvendin e Shqipërisë, do ta lë me kaq, që mos duket sikur komentoj pastaj mbi cilësi të tjera të mënyrës se si i qasej pozicionit kryetarit kuvendit në raport me opozitën, që në ato vite në fakt nuk ishte për të... Më mirë që e le. Foto tjetër, më mirë që e le. Nuk ishte për të theksuar. Më mirë që e le. Zoti Meta, Ilir Meta? I vetmi që përmbushi trion e pushtetit politik nga kryeministër, kryetar kuvendi, më pas president. Unë në çdo libër që bëj zonjë tim do të bëj patjetër për Ilir Metën, për kryeministrat, për presidentët, për është aty në libra. Është sepse si vetmi që e ka plotësuar këtë trio, pra Shqipëria këtij njeriu politik i ka dhënë gjithçka. Edhe ai ka dhënë zonjë. Foto tjetër. Historia do ta gjykoj. E thatë që parë, po unë dua ta thoni përsëri, për kufizimin juaj për Gramos Ruçi. Për të veçuar si për njerëzinë e tij në mënyrën e bërit politik, për maturinë, për ekuilibrat shumë të hollë që ka ruajtur, por edhe një lloj stoicizmi ndaj çdo lloji presioni të mundshëm dhe drejtësi në vendimarrje. Tani keni cilësi që ja ke vjedhur, ja ke marrë? Cilësit nuk mund t'i vjedhësh, ato vetëm mund t'i kultivosh. Vetëm mund t'i kultivosh. Që ishte kështu. Zoti Qafop. Unë mësoj nga më të mirët. Nuk kam asnjë. Po një gjë mësoj që unë dua ta kem këtë gjë, dua ta kem si Gramos Ruçi. Po, atë vendosmërinë, por edhe drejtësinë në raport me rregulloren edhe me gjithçka tjetër. Foto tjetër? Zonja Nikola? Ka pasuruar traditën e krye parlamentareve gra, po ashtu me shumë maturi dhe asnjëherë pa i tejkaluar asnjëherë
rolin e saj, pa e tejkaluar asnjë rolin e saj si kryetare e kuvendi, ka shfaqur dashamirësi maksimale për të tejkaluar konfliktet, një figurë shumë dinjitoze. Foto tjetër, dhe këtu duhet ndalet çik më shumë, këtu fjalit jepi të gjata, do të thonë nuk të kufizoj. Çfarë mendimi keni për Elisa Skirpalin? Mendimet që ke për veten nuk janë ato që duhet të diskutohen në për studio, se autoreferencialiteti është një nga veset e politikës shqiptare, ndonjëherë i dëgjoni politikanët që flasin për veten në vetë të tretë, që më duket gjëja më e pamundur në botë. Unë nuk jam e gatshme që t'i thras vetës time në vetë të tretë. Këtë do ta gjykojnë të tjerët, përfshirë dhe ju, që jeni një analist i holl, si traditës politike në vend, parlamentare dhe historisë. Pastaj nuk jam aq e vjetër sa të bëj këtë lloj rezumeje për veten. Tani e kuptova atë që më ka thënë Zysh Nora Malaj, që mos këto sot njohim vetëm në politikën, njohim edhe ca gjëra të tjera kështu. Por si ishte Elisa Skirpali në shkollë? Nxënëse ekselente, tha. Ti thashun ti ke kundërshtare politike? E kam, tha, po e kam dashur shumë dhe ishte nxënëse ekselente, më e mira, jo në klasë, jo në shkollë, tha, por në Tiranë, tha, gjithë Shqipërinë. Dhe kjo përgjigje ishte shumë kështu për të kuptuar nga ato testet që të kanë bërë kur ke qenë në shkollë, besoj në Amerikë, se ata e kanë këtë stil. Dhe më vjen mirë që dhe këtë përgjigje. Zonjë, mua më ka bërë shumë përshtypje. Onorën e kam patur Zysh në gjimnazin Qemal Stafa, ka qenë në drejtoresha. Në drejtoresha. Ka qenë në drejtoresha e gjimnazit Qemal Stafa. Qa lëndët ka dhënë? Jo, nuk më ka dhënë lëndë. Ishte në drejtoresha, por të gjitha aktivitetet që bëheshin në shkollë ose jashtë, Zysh Nora më thriste të parën. Si për të prezentuar, si për olimpiada, si për... Ajo kishte një vlerësim jashtëzakonshëm për ti, mo? Shkoja kudo. Më vjen mirë që e ka shprehur edhe publikisht. Edhe kërkoj ndjes që ta nxora këtë gjë, po tani po, që kemi qenë në dy kampe të ndryshme, po dhe në kuvend ne kemi pasur një marrëdhënie shumë të mirë dhe unë më pas u largova. Pra, vetëm vitin e parë dhe vitin e dytë kam bërë në gjimnazin Qemal Stafa, vitin e tretë, vitin e katërt kam bërë në një kolegj në Kanadan Perëndimore, në një kolegj ndërkombëtar. Në atë kohë ne bënim një konkurs për një bursë që ishte shumë e rrallë, 5 gjimnazistë nga Shqipëria fitoni një bursë për kolegjet e Botës Bashkuar. Ju fituat? Po, fitova atë bursë dhe në gjimnazin Qemal Stafa ajo u konsiderua si një gjë e madhe, sepse unë isha një nga nxënësit e Tiranës. Dhe pastaj ju vazhduat studimet në... Pas Kanadas, pas kolegjit në Massachusetts, Shtetet Bashkuara të Amerikës, për politikë dhe ekonomi. Ju keni qenë në shtetin e universiteteve më të mira që ka Amerika dhe gjithë bota. Një fat i madh. Dhe për çfarë studiot? Unë kam studuar për politikë dhe ekonomi, double major kam. Përfunduar në 2 deg me titull nderi për të dyja, po. Si ishte jeta juaj studentore dhe po edhe pjesa e gjimnazit, sepse ju gjysmën e gjimnazit dhe ke qenë 16 vjeç që ti kish nga familja, nga Shqipëria, dhe ku, në Kanada, jo këtu në Itali, këtu afër, këtu përballë Durrësit. Por si ka qenë jeta juaj në këto dhe mësime, sepse gjithçka atje ka qenë e lidhur vetëm me mësimet. Landi të fitoje një bursë në 1999 për të studiuar në një kolegj ndërkombëtar në Kanada, ku president deri ishte Nelson Mandela, ishte si të fitoje llotarinë më të madhe të jetës. Të gjithë në atë kohë donin të iknin, donin të studionin, ishte një fat i madh, po sigurisht edhe me një lloj përpjekje të madhe, sepse do kaloje në këto konkurse. Ne bëm një konkurs me shkrim, pastaj intervistë me drejtorin e shkollës në Wales, britaniku që erdhi këtu për të na intervistuar. Pra nuk është se kishte nepotizëm në këtë mes, apo unë kisha ndonjë lidhje të madhe politike apo miq që mund të më siguronin këtë lloj burse. Çfarë pozite kishin prindërit këtu? Pritët e mi ishin punonjës të dy në postën e Shqipërisë, nuk ishin asnjë pozitë të lartë. Aktivitet, po them. Jo, asnjë aktivitet. Dhe ti fitove vetë këtë. Si e fitove? E fitova me konkurs. Ja, ashtu, hyra në konkurs dhe pastaj pas 100, ne ishim 120, besoj gjimnazistë në gjithë Shqipërinë që kishim, duhet i kishe të gjitha 10 semestër të parë, semestër të dytë, që të mund të hyje në atë lloj konkursi, dhe pastaj pasi klasifikoheshe, pra
ata, le të themi 10 që dilnin të parët, duhet të hynin në një intervistë me drejtorin e shkollës. Pse u ktheve në Shqipëri? Sa qëndruan mbasi u diplomuat? Unë kam jetuar 7 vjet në Kanada dhe në Amerikë. Do të thënë 2 edhe 4. 4 edhe 1 vit kam punuar në New York, po. Ke punuar në New York? Çfarë punë ke punuar në New York? Kam punuar në një studio ligjore të interesit publik në Manhattan. Studio me shqiptar apo me amerikan? Jo. Të dy në fakt nuk ishin amerikan, po. Hebrejn, po amerikan. Ishin burrë e grua, të dy, edhe ishin 2 partnerët e firmës. Po për kuriozitet anglisht, ku mësove këtu ti? Ja dedikoj dikujt? Unë, po, ja dedikoj babit tim në fakt që më ka çuar në kurs anglishte që në klasë 4 atë 5. Me kë profesor ke? Me Zysh Nerimanin, e cila ishte një njeri që bashku me 2 motrat e saj, ishin internuar në Savër të Lushnjës 31 vjet. Wow! Po, dhe 31 vjet të internuara në Savër të Lushnjës, i kujtoj me shumë respekt. Vllai i tyre u arratis nga Shqipëria për në Amerikë, ato ishin me mbiemrin Hoxha nga Gjirokastra. Mos më thoj që kishin në gjë me Hoxha. Patjetër duhet të jenë familje madhe, Kokalari, Hoxha, nuk e di, me këtë mbiemër, po të treja ishin të pamartuara sepse të internuara në moshë shumë të re, zysh anglishte, zysh rusiste, profesore tenisi, 31 vjet kanë jetuar në Savër të Lushnjës. Dhe kur dolën nga internimi në Tiranë, u kthyen në shtëpinë e tyre pas radio televizionit shqiptar, në një nga ato vilat aty, dhe unë i kujtoj me shumë nostalgji kursin e anglishtes që bëja te Zysh Nerimani. Me vite, baba im ka çuar, besoj që në klasë të 4. Ke filluar që në klasë 4? Po. Sa i besonte shumë që duhet t'i jepesha studimit E takon Zyshën e anglishtes? E ke takuar, ke pas rast? Jo, nuk e kam takuar këto kohë, nuk e kam takuar, por e përshëndes tani. Ja, ky është një rast për ta përshëndetur. Për ta përshëndetur edhe do gjej mënyrën për të vënë kontakt me to, se nuk janë më aty ku kanë pas jetuar. Familja juaj, ju e keni atë privatësim, po unë do të bëj pyetje të tillë që sa i mbështet në këtë detyrën e re, se unë e di që ju keni pasur një suport në karrierën tuaj politike, po detyra e kryetares parlamentit është shumë që hap televizorin, shikoj listën atje. Dhe babai, nëna, bashorti, po edhe fëmijët, si përcjellin kur ka situata jo shumë të këndshme. Se them në një fikim ne televizorin. Atë do bëhet tym. Janë mësuar, po i me më problemin më të madh që kishte. Mamaja, si quhet mamaja? Mimoza, kurse ta gëzoj dhe përshëndesim. Imat Aleksandër. Po. Ai nuk i ka shumë problem për bajë politike, se i duket si sfidë që unë duhet ta fitoj. Po i me më e kështë shumë problem, sidomos debatin me Sali Berishën. Po, ato debatet që bënim ne 2 vjet resh në kuvend, po pse duhet të ngrihesh vetëm ti dhe ti përgjigjesh, ishte problemi i saj. Problemi i saj ishte mos u veço. Do me thënë, pse duhet të jesh ti që i kthem përgjigje një njeriu që nuk e ka gjuhën të lëmuar, për të thënë minimumin e mundshëm. Dhe ti i the mama ti ke shumë drejt, besoj. Mi thash mamas, ti në shtëpi me televizorin, unë me punët që më takojnë të bëj. Kam i pyetje të tillë, për nga kozjatja zonjës Propali, renditja e kryeministrave në historinë e shtetit shqiptar 113 vjet, do nuk është pak, po nuk është edhe shumë. Mehmet Çelli 27 vjet e 3 muaj, Edi Rama 12 vjet dhe sipas jush do bëjnë 16, ju e thatë, se thash unë. Enver Hoxha 9 vjet e 9 muaj, Adil Çaçani 9 vjet e 1 muaj, Sali Berisha 8 vjet e tjerë. Si e komentoni ju këtë shifrë? Por në demokraci, sa herë zgjidhesh, duhet të mbarësh përgjegjësinë e qeverisjes. Nuk bëjmë asgjë më shumë se vendet të tjera demokratike, mund t'i përmend, Gjermania ka patur raste ku kanë patur 4 mandate rresht, vendet të tjera, Britania, e me radhë. Ne do respektojmë vullnetin e zgjedhësve tanë dhe do bëjmë detyrën. Por ne, pushteti nuk është qëllim në vetvete, është mjet për të mbritur qëllime të tjera, për të bërë punë të mira, për ta modernizuar Shqipërinë, për të siguruar zhvillimin ekonomik, për të siguruar stabilitetin dhe integrimin e Shqipërisë më në fund në familjen tonë natyrale. Në atë ëndër që shqiptarët kanë prej dekadash për afrimin me këtë familje nga ku jemi larguar përdhunshëm, për shkak të
trashëgimisë otomane, për shkak të trashëgimisë komuniste, dhe regjimit komunist. Sot ka ardhur koha edhe tranzicionit shumë të vështirë. Sot ka ardhur koha që ne këtë premtim ta bëjmë realitet. Ky është misioni ynë historik dhe këtë do bëjmë. Unë nuk mund të rria pa bërë dhe një pyetje që ishte normale, jemi në fund të intervistës zonjë, që bashkëpunëtori, një nga miqtë tuaj, bashkëpunëtori mi vjetër, po edhe një bashkëpunëtor politik, si Erion Veliaj, është i arrestuar. Ju e keni dhënë këto ditë për të vërtetë, se unë kam ndjekur gjitha intervistat tuaja dhe keni dhënë, po si mund merre intervistë Lisa Spropali dhe nuk do t'i thosha, po mirë, përsërit edhe njëra të që e thamë, se unë nuk e di se çfarë mund të thosh në një gjë veçantë. Po brenda kësaj vetëm këtë do të thosha, a e dëmton mungesa e tij fushatën? E ka dëmtuar? Këtë e kam të pamundur që ta mas nga pikpamja sasiore, po nga pikpamja e cilësisë së marrëdhënies që i patur me Erionin, nuk kam asnjë hezitim ta them në asnjë studio, as këtu, që Erioni ka një kontribut të spikatur në Partinë Socialiste dhe ka një kontribut shumë të madh për transformimin e Tiranës. Dhe pavarësisht se ne kemi një marrëdhënie shumë të qartë me pushtetin e drejtësisë, pra nuk komentojmë vendime, Erioni është i pafajshëm derisa të provohet fajësia dhe duhet prezumohet i pafajshëm, duhet të ndalet linçimi publik ndaj tij dhe ndaj gjithë njerëzve të tjerë, politikanë ose jo, të cilët përballen me drejtësinë. Kjo është një mënyrë jo normale e të bërit politik dhe diskutimi publik. Ata njerëz kanë drejta kushtetuese, kanë drejta njerëzore, kanë familje dhe drejtësia duhet bëj punën e saj patjetër pa zhurmë. Media ka vendin e saj për të bërë analiza të përgjithshme, por linçimet janë të papranueshme. Pra, drejtësia pa diskutim ka pavarësinë të bëj punën dhe këtë ja kemi mundësuar përmes reformës të drejtësi, tek e cila ne besojmë shumë, ashtu si edhe elementet e tjerë të procesit të rregullt, të prezumimit të pafajësisë, të drejtave kushtetuese dhe njerëzore, të gjitha ato duhen respektuar. Ky ka qenë qëndrimi im, ky do jetë gjithmonë qëndrimi im. Zoj, 30 sekonda ose 1 minutë, unë ju them gjithë kandidatëve që mund të bëni një mesazh votuesve tuaj, zgjedhësve tuaj për datën 11 maj te kamera këtu. I kam dëgjuar mesazhet, kanë qenë mesazhe edhe personale, për shkak se keni patur shumë kandidatë që janë në listë të hapur këtu. Mesazhi im është votoni më të mirën dhe votoni më të mirët dhe votoni më të mirën, që është sot Partia Socialiste, Edi Rama, kryeministri që i ka garantuar këtij vendi jo vetëm stabilitetin, jo vetëm rritjen ekonomike, jo vetëm rritjen e mirëqenies, por po i garanton edhe integrimin europian, që është guri i fundit për të mundësuar që kjo shtëpia jon e përbashkët të mos ketë më asnjë rrëshqitje, të mos ketë më asnjë kthim pas, por të jetë e sigurt dhe me dinjitet barabartë në familjen ku ne përkasim. Jemi në fund, sa intervista keni dhënë në këtë fushat? Po, intervista personale, përballë 2 vetëm, kjo është e dyta. Në studio kam qenë edhe në 2 të tjera në debat me gazetar. Po. Besoj duhet keni, deri sot është e mërkur, duhet keni? Jo, besoj e mbyll me ju. Me vërtet? Si ishte intervista? Si që mendoja dhe si duhet. Qëndro këtu. Zonjë, unë të falenderoj për intervistën dhe të uroj suksese në 11 maj dhe suksese dhe në detyrën e kryetares së kuvendit, se çfarë do të ndodh mandati i këtij kuvendi vazhdon deri mos gaboj deri në fillim shtator. Në sa shtator kur bëhet është fillimi i shtatorit, duhet ta ditë para 4-5 në këto apo paracaktohet ajo? Nuk e kemi paracaktuar. Okej. Zonjë, falenderit edhe njërë për mundësinë për intervistin që dhatë në emision. Edhe unë të uroj shumë suksese për emisionin që pavarësisht kushteve modeste, mund të quaj në krahasim me ekrane shumë të mëdha, keni mbritur që të ngrini një emër edhe një reputacion dhe të keni shumë shikueshmëri për shkak të këtij besimi. Kështu që këtu përgëzoj edhe Rudinën, edhe Tanin, edhe ju personalisht. Falenderit. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni im për sot nga Ura Lënçafoku, mirupafshim.